Mjeka e familjes ma theu veglën, unë jam 19 vjeç. U pash për herë të parë në shtëpi të shokut tim, Arditit. Ishte atje për të luajtur PlayStation dhe ajo erdhi në portë. Doktoresha Elona, mjekja e familjes së tij, që kishte ardhur për një vizitë rutinë pas një operacioni të vogël që nëna e Arditit kishte kaluar. Apo e kujtoni dhe ti? Më pyeti Arditi kur ajo shkoi lart, ajo që na kryente kontrollet në shkollë. Po, e kujtoja, ishte e bukur, në një mënyrë që të bënte të ndjehesh i sikletshëm. Tani, në moshën time, 18 vjeçare, ajo dukej më e re se sa e kujtoja. Ndoshta 30 e diçka, me flokë të zinj, të mbledhur në një bishtë të lartë që zbulonte qafën e saj të gjatë. Kthye përposhtë duke folur me nënën e Arditit, kur kaloi pranë nesh ndaloi. Ti e djali i Zefit apo jo? Më pyeti. Po, i bëra me kokë. Të kam parë kur ishe i vogël, tha ajo, duke më shqyrtuar me sytë e saj kafe. Je rritur shumë, Arditi qeshi, po tani është burr, ajo buzëqeshi. Më duket, u largua dhe unë ndjeva nxehtësinë që përhapet në faqet e mia. Ajo më duket kishte lënë një tingull në ajër. Javën pasuese, shkova te klinika e saj për një certifikat sportive. Ishte dita e shtunë dhe klinika ishte e mbyllur për pacientët, por ajo punonte në zyrën e saj. Ti je përsëri këtu, tha duke e ngritur nga tavolina. Mbante një pantallon të zezë dhe një bluzë të bardhë të thjeshtë që dukej shumë profesionale dhe shumë tunduese në të njëjtën kohë. I duhet një certifikat për sport, thash. A ke probleme shëndetësore? Jo. Ajo më bëri shenjë të ulem në karrigen e pacientit. Më lejo të bëj një kontroll të shpejt. Nuk ishte i shpejt. Ajo më mati tensionin, më dëgjoi me stetoskop, më kontrolloi fytin. Çdo prekje ishte profesionale e shkurtër, por unë ndjeva çdo pikë ku lëngjet e saj më prekën lëkurën time. Tani shtrihu, tha, duke treguar divanin e veshur me letër. Shtrihem, duhet të kontrolloj pak, tha, duke nxjerrë një paldoreza të reja, për të parë nëse ka ndonjë herni apo diçka tjetër. U shtria. Ajo u ul në një stol të vogël rrotullues pranë divanit. Zgjidhi brekët pak. U dridha. Çfarë? Duhet të kontrolloj, tha ajo me zë të qetë. Profesionale. Nëse do të marrësh pjesë në sport, duhet të jemi sigurt që gjithçka është në rregull. Dorza e saj preu letrën e divanit. A ke ndonjë problem me këtë? Tunda kokën. Zgjidha brekët duke i lënë të ulura mbi hijet e mia. Ajri i freskët i klinikës më preku lëkurën duke më bërë të dridhesha. A je nervoz? Pyeti ajo duke vëzhguar trupin tim. Pak. Mos e bëj. Jam mjeke. Dorën e saj të veshura me doreza u ngritën. Kjo do të jetë shumë e shpejtë. Por nuk ishte. Dorët e saj prekën barkun tim, pastaj ulën më poshtë. Ndjeva gishtat e saj që prekën para se të gjithasht të ftohtë përmes dorezave. Relaksohu, përshpëriti ajo. Për ndryshe, muskujt tanë do të tendosen. U përpoqa, por tashmë ndihesha ndryshe. Ndihesha duke ngritur nga fillimi, por pa mundësi ta ndalte. Ajo ndaloi. Kjo është normale, tha, duke mos hequr dorë. Përgjigje fiziologjike. Duart e saj vazhduan. Njëra dorë në barkun tim, tjetra duke eksploruar, duke kontrolluar. Gjithçka duket mirë, tha, por nuk u tërhoq. Por duhet të kontrolloj më tej. Gishtat e saj rrëshqitën pak më poshtë. A ke ndonjë gjë ndjenjë të çuditshme këtu? Pyeti. Jo. Gërvisha, por zëri im ishte i trash. Apo ndjen ndonjë dhimbje? Tunda kokën. Tani isha plotësisht i ngritur dhe ajo patjetër e pa. Por nuk tha asgjë, vetëm vazhdoi kontrollin, gishtat e saj duke lëvizur ngadalë me precizion, pastaj ndaloi. Mund të vish, tha, kontrolli ka mbaruar. U ngrita, duke u përpjekur të fshija gjendjen time. Ajo hoqi dorezat dhe i hodhi në kosh. Gjithçka është në rregull, tha, duke u kthyer në tavolinën e saj. Do të nxjerr certifikatën. Ndërsa ajo u shtynte në kompjuter, unë u vesha. Duart më dridheshin. Ti je shumë i shëndetshëm, tha ajo, pa u kthyer. Shumë i zhvilluar për moshën tënde. Nuk dija çfarë të them. Faleminderit. Ajo u kthye duke mbajtur certifikatën, por duhet të kujdesesh për veten. Ndonjëherë, kur jemi të rinj, bëjmë gjëra të pamend. U ngrita. Nuk bëj asgjë të pamend.
Ajo qeshi, sigurisht, pastaj shtoi. Nëse ke ndonjë problem, mund të vish kudoherë, unë jam këtu. Isha i sigurt se kjo ishte vetëm një frazë profesionale, por diçka në zërin e saj më bëri të dyshoja. Javën tjetër, kur dhembja e fytit nuk pushoi, ktheva në klinik. Ishte vetëm. Po përsëris tha ajo, a ke nevojë për më shumë vëmendje? Këtë herë, kur më kontrolloi, duart e saj qëndruan më gjatë. Kur shtypi në qafën time për të kontrolluar limfonodet, unë tërhoqa frymën. A të dhëm, pyeti ajo? Jo. A, mirë. Dorët e saj u ulën më poshtë duke rëshqitur nën bluzën time. Më lejo të kontrolloj gjoksin. Gishtat e saj u gjetën në gjoksin tim duke kërkuar, duke shtypur. Muskuj të mirë, vëreti. Ushtron? Po. Shihet. Duart e saj lëvizën më poshtë drejt barkut tim. Ti duhet të kujdesesh për trupin tënd të bukur. Fjala bukur mbeti në ajër. Unë e pash atë në sytë e saj, një shkëlqim që nuk ishte mjekësor. Je shumë e mirë, thash. Po, tha ajo, jam. Duart e saj ndaluan në brezin e pantallonave të mia. Duhet të kontrolloj përsëri aty poshtë, tha, për të siguruar që nuk ka asgjë. Nuk protestova. As ajo nuk pyeti. Thjesht filloi të zgjidh brekët e mia me lëvizje të qeta të sigurta. Këtë herë nuk mbante doreza. Ti je shumë i ndjeshëm, shpëriti ndërsa duart eksploruan, shumë i përgjithshëm. Unë nuk mund të flisja. Gjithçka në mua ishte përqendruar tek prekjet e saj, tek mënyra se si gishtat e saj lëviznin, eksploronin. Ti je i ri, vazhdoi ajo. Zëri i saj u ulët i ëmbël, por jo shumë i ri. Duart e saj u bën më të vendosura. A të pëlqen kjo? Pyeti. Po, bëra me kokë. A më beson? Pyeti. Po. A do të bëje çfarë të them unë? Po. Ajo u tërhoq, duke më lënë të ndjerë të zbrazët të ftohtë. Atëherë ndiq, më tha. Më çoi në një dhomë të vogël pranë zyrës, një dhomë e errët me një divan mjekësor. Shtriu, urdhroi. U shtriva. Ajo mbylli derën. Në errësirë e dëgjova të zgjidhte rrobat e saj. Pastaj ajo ishte aty, duke u ngjitur mbi mua, trupin e saj të nxehtë kundër timit. Ti je i ri, përshpëriti. Përsëri, duke u përkulur mbi mua, dhe unë do të mësoj. Dhe ajo e bëri, me duart e saj, me buzët e saj, me trupin e saj. Më mësoj se çfarë të bëj, si të prek, si të përgjigjem. Në errësirë, në atë dhomë mjekësore, ajo ma theu veglën në mënyrë më të ëmbël të mundshme. Kur të bësh dashuri me një grua, shpëriti, ndërsa lëvizjet nga dalta të kontrolluara lidhnin trupin ton, duhet të dëgjosh, duhet të jesh i durueshëm, duhet ta bësh për të, jo vetëm për vete. Unë nuk dija se çfarë po bëja, por ajo më udhëhoqi. Duart e saj më treguan ku të prekja, si të prekja. Zëri i saj më tregoi kur të lëvizja, kur të qëndroja. Dhe kur më në fund, nuk mundesha më, ajo më mbajti afër. Hesht, tha, vetëm ndjeje. Pas asaj dite, shkova shpesh, çdo herë me një problem të ri, një dhimbje koke, një koll, çfarëdo, dhe çdo herë ajo më shëronte. Një ditë, kur isha shtrirë në divan dhe ajo ishte mbi mua, lëvizjet tona u ndërpren nga zëri i dëshmitarëve jashtë. Ajo ndaloi duke dëgjuar, duke u përpjekur të mbante frymën. Ne nuk duhet ta bëjmë këtë, shpëriti, por nuk u tërhoq. Pse, pyeta? Pse jam mjekja jote, tha, sepse jam më e madhe se ti, sepse unë e putha, duke e ndërprer, sepse ti më pëlqen, thash, dhe unë të pëlqej ty. Ajo më pa me sytë e zgjeruar, pastaj me një vështrim që nuk ishte më i mjekut, por i një gruaje tha, po, të pëlqej? Kështu vazhduam, në shtëpinë e saj, kur bashkëshorti i saj ishte në punë, në klinik pas orarit, në makinën time të vjetër, i parkuar larg syve të botës. Ajo më mësoi gjithçka, më mësoi se si ta bëja atë të qaj nga kënaqësia, më mësoi se si të kthehesha në një burr në shtrat. Dhe unë, me entuziazmin dhe energjinë e rinisime, i dhash diçka që ajo tha se nuk e kishte pasur për vite, dëshirë të pastër të pa komplikuar. Një ditë, pasi kishin bërë dashuri në shtëpinë e saj, ajo u shtri në krahërorin tim. Ti je i parë pas shumë vitesh, tha, bashkëshorti im, ne nuk e bëjmë më. Pse ri me të, e pyeta? Për fëmijët, për stabilitetin, ngriti kokën dhe më pa. Dhe sepse deri sa nuk të takova ty, nuk e dija se çfarë mungonte.
Ajo ma theu veglën në mënyrën më të mirë të mundshme, më bëri të kuptoja se seksin nuk e bën përvoja, e bën prania, nuk e bën mosha, e bën dëshira. Dhe më së shumti më mësoi se kur dy njerëz gjejnë njëri tjetrin në errësirën e dëshirës, mosha është vetëm një numër. Tani, kur jam në universitet dhe ajo është akoma mjekja ime, ende takohemi, jo aq shpesh, por mjaftueshëm. Çdo herë kur e shoh duke veshur pantallonat e saj të zeza profesionale, e di se nën ato rroba ka një grua që ma theu veglën dhe ma ndërtoi një të re, më të fortë, më të ndjeshme, më të mirë, sepse ndonjëherë mjeku i duhur nuk është ai që të shëron, por ai që të lëndon në mënyrën e duhur. Dhe ndonjëherë thyerja është fillimi i shërimit.